Të nderuar, ju shikoj, ju njoh dhe ju njohin demokratët e gjithë qytetit, por pa diskutim edhe demokratët e gjithë Shqipërisë për shkak se shihemi në për aktivitete e protesta. Po rrogtarët e Partisë Demokratike nuk ju njohin, nuk duan t'ju shohin, nuk duan t'i shohin sallat plot, që mbushen jo prej nesh, jo vetëm prej meje, por prej pakënaqësisë që ka çdo demokrat që kontributin, që sakrificën, që meritën që i takon dhe rregullat e lojës që i kërkon të përcaktuara dhe janë të shkruara në statut, i merren edhe idhen në kosh të plerave. Ju e dini që koltugofagët të fiksuar mbas karrigës mendojnë se na bëjnë presion, mendojnë se ju bëjnë presion duke ju thënë 1000 çuditëra siç i keni dëgjuar në publik, siç i keni parë në mesazhe. Personalisht presionin nuk e njoh. Nuk më bën dot presion as njerëz shumë më të rëndësishëm se këta, nuk më ka bërë dot presion as Edi Rama duke u përballur edhe në burg aty ku vendosi regjimi dhe shumica e njerëzve të cilët përballë regjimit sillen si lepurusha dhe përballë demokratëve duan të tregohen sikur janë tigra, e kanë gabim. Nuk të bën rroga, nuk të bën privilegje, nuk të bën mungesa e meritës, të bën vota, të bën përballja, të bën sakrifica, të bën qëndresa, të bën të dëgjuarit e shqetësimeve të demokratëve.